Vajzat e Flamurtarit në basketbol për femra kanë arritur një tjetër fitore bindëse në rrugëtimin drejt titullit kampion në kampionatin kombëtar të basketbollit. Në një paraqitje të shkëlqyer dhe dominim nga fillimi deri në fund, skuadra vlonjate triumfoi me rezultatin 81-51 në ndeshjen që luajti në Pallatin e Sportit Flamurtari përballë ekipit të Studentit. Pamjet që po ndishtin në ekran sjellin momente nga kjo ndeshje të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora. Flamurtari dominoi të gjithë takimin, duke triumfuar në të katërt periodat e duke zhvilluar kështu një lojë bindëse. Fitoria përballë Studentit me rezultatin 81-55 është një hap i rëndësishëm drejt finales, por puna nuk ka mbaruar ende. Përballë Studentit, vajzat vlonjate i pret edhe ndeshja e dytë gjysmëfinale. Ndërkaq, gjatë këtyre ditëve, skuadra vlonjate është e fokusuar te këto ndeshje të jetë rëndësishme me përkushtim dhe shpirt gare për të mbyllur gjithçka me sukses. Vajzat vlonjate synojnë trofeun, titullin kampion të këtij sezoni për të vijuar rrugëtimin e mirë, ndërsa duket se deri më tani nuk njohin rival.